E thonë prej nimeteve të historisë është mirë përgjithshme se çka na e shkurton historia distancën e provave, s'ka nevojë më me bë prova. Domethënë se cili popull krenohet me lozën e vet. Nuk ka popull që thotë na jemi më të këqit. Kush e thot këtë? Më të këqit nuk e thënë këtë. Si thotë më të mirë, si cili ka qef me pas lozën, baballar, gjyshit e kështu me radhë para si të mirë. E para, arsyeja pse e mësojmë historinë është mu njoftu me popujt e hershëm. Qysh kanë qenë popujt e mëhershëm? Para hiç më larg, para arsit ton. Ma ata që kanë jetu para 2000 vjetë në çdo vend, që quhen Ilir. Ose më herët, qysh janë kanë? Çka kanë bërë? Çfarë jetë kanë zhvillu? Çfarë veti kanë pas? Çfarë cilësi si njerëz? Duke përfitu për përvojave, për përvojat e tyre, edhe normal duke u largu për gabimeve të tyre. Gabimet e popujve njerëzve që kanë jetu më herët. Gjithashtu, mësim e mësojmë historitë edhe ngjarjet e popujve të kaluam që na me ngrit tashmë në të ardhmen. Në qështu s'po bëjk, se këtyri si pas ka dollë mirë. Ose të kanë ndjek, ose të kanë mashtru, ose pas kanë ecë për para, mirë, ku janë gabimet, na largojmë dhe nuk i bojmë, të një të kam shambull, mund gjitha ta popuj që kanë zgjedh me armiqësu Allahun, edhe mos me besu Allahun, qysh ka ardhur fundi i tyre. Këtë ato që i kemi në Kur'an, fundi i tyre ka ardhur i tmerrshëm, fundi i tyre ka ardhur shumë i keq. Atëherë s'po bëjk. Nuk po bëj ka me bo jetën në tokë duke qenë i armiqësuar me Allahun e lartësuar, ose duke mos pas raporte të mira me Allahun e lartësuar. E thonë prej nimeteve të historisë është mirë përgjithshme se çka na e shkurton historia distancën e provave, s'ka nevojë më me bë prova. Njerëz që i kanë besu pejgamberëve kanë pështu. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu. Allahu thotë, na gjithsesi kena me ndihmu pejgamber, edhe ata që kanë besu me ta. Edhe janë të ndihmu, edhe kanë qenë të ndihmu. Edhe pse ndoshta kanë qenë të shkelur dhe të shtypun, mirë po fundi ju ka ardhur mirë. Sot çuçi i përmendim në ata popull. Ndërsa ata që si kanë besu pejgamberët e tyre ose kanë shprehur rebelim ndaj Allahut të lartësuar, çish kanë përfunduar. Shambuj më të këqit. Dikan e ka mytë Allahu, e ka vrarë me erë, dikan me tufan, me vërshime, dikan e ka përbi toka, dikan e ka shëndruar krijesa të nënçmuara dhe të përbuzura dhe kanë vdekur pasaj kështu. E na si nuk hyjmë për kësi prova. Nuk hyjmë edhe e shkurtojmë lodhin, s'lodhemi kaq shumë, edhe e shkurtojmë distancën e prova që s'ka nevojë me prova. Pastaj mbajtja e lidhjeve edhe lidhja me lozën që e kemi. Domethënë se cili popull krenohet me lozën e vet. Nuk ka popull që thotë na jemi më të këqit. Kush e thot këtë? Më të këqit nuk e thënë këtë. Si thotë më të mirë, si cili ka qef me pas lozën, baballar, gjyshit e kështu me radhë para si të mirë. Edhe kështu që e mon lidhjen me popullin e vet, mund i ruan traditat, i ruan fisnikrin, bujarin, cilësitë e mira që i ka pas populli i vet tradicionalisht. Edhe e mban lidhjen emocionale, lidhjen kulturore, lidhjen edhe historike me paraardhësit e vet. Pastaj ruhen edhe trashëgimit. Përmes historisë ruhen trashëgimit. Domthonë kur e studion se filan populli, se tash më kujtu që kemi këtu do profesorat historisë, po unë nuk jam marrë sot me kallëzu këto histori, as me një histori sfellet, po domethënë si hyrje për të më dalë te historia e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai kushton të rëndësi historisë, a mirë me histori. Apo vetëm zban, lejohet, s'lejohet. Gjithsesi, sa hadithe janë që thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka qenë një popull para jush kanë bokshtë. Në një popull para jush ka ekzistuar një njeri kështu. Në një popull para jush 3 djem janë mshël në shpellë, janë hyrë në shpellë ju ka mshël shpellë. Me një popull që ka qenë para jush, ka qenë njëri që i ka myt 99 persona. E kështu barat. A sa një histori është?